Të nderuar dëgjues, jam i respektuar që në programin ton kemi dy prej dëgjuesve, është Rozana Bilali, është edhe Lula Lia. Selam aleikum dhe mirë se keni ardhur. Aleikum selam dhe mirë se u gjetëm. Dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Selam dhe nga unë, Allah ju shpërblet për ftesën. Është kënaqësi të jemi dhe ne këtu në program. Shumë faleminderit. Faleminderit juve që ju përgjigjet pozitivisht, aq më tepër në një kohë të shkurtër nga martesa juaj, për të bërë një prezantim sa më të denjë rreth jush. Rozana Bilali është me origjinë nga Kuksi, jeton në Tiranë. Luli, juve edhe ju? Edhe ne origjinë nga Kuksi, jetojmë në Tiranë. Pra, jeni nga një zonë, por nga vende të ndryshme besoj, jo shumë afër në Kukës, por që këtu jeni shumë afër, apo jo? Do të me shtëpi. Shumë afër, po. Me shtëpi. Rozana, ti je studente? Po, elhamdulillah, aktualisht jam studente, vazhdoj shkollën e lartë, kam mbaruar vitin e parë për gjuhë letërsi. Tani je viti i dytë. Po, inshallah. Si u mbylli pari? Ka dash Allahu shumë mirë. Eksperiencë e bukur. Të është dashur që të bësh gati edhe për nusë, kështu që besoj që nuk ka ndikuar negativisht kjo pjesë. Jo, elhamdulillah, jo shumë. Shqyr. Juve Luli jeni diplomuar për administrim biznes, tek në Tiranë, tek Fakulteti i Ekonomisë. Tani aktualisht punoj në një firmë private si ekonomist. Shumë mirë, më vjen mirë që niveli mirë profesional, përgatitje mirë profesionale, juve nesër pas nesër Rozana besoj se keni aspirat për të bërë një mësuese gjuhës shqipe, apo jo? Po, shpresoj, inshallah. Inshallah dhe unë ta uroj, dhe ndërkohë ju jeni në dy drejtime të ndryshme, por ka qenë dëshira Allahut që ju të bashkoheni për një qëllim të vetëm, për krijuar një familje të denjë fetare. Më thoni pak për ty Rozana, si ka qenë lidhja me fenë islame? Keni tradita fetare që nga familja që je rritur me tradita fetare, me fenë islame, edhe pse jo praktikanti që nga fillimi? Unë e falenderoj Allahun që ma ka ushqyer besimin që në një moshë të vogël, unë hapat e mia në islam kanë qenë nga klasa e 4 e 5, atëherë e kam përqafuar islamin dhe edhe pse e lindur muslimane, por që praktikante keni fjalën besoj, sepse normalisht. Kuksi njihet si i besimit musliman. Po, siç e thatë dhe ju, mund të përmend si traditë familjare fetare që gjithmonë i shikoja familjarët e mi kur agjëronin dhe unë kur nuk e dija, fen akoma si kisha mësuar, siç thot Kurani, nuk ishe lexuar rreth fes. Po, atëherë thesh nga kurioziteti agjëroja dhe shikoja familjarët e mi. Pra agjërimi i parë ka qenë në klasën e 4. Po, diçka e tillë. Dhe nuk është ndërprer që atëherë? Jo, elhamdulillah, dhe unë e falenderoj Allahun që më ka bërë nga ato besimtar që direkt e kam përqafuar islamin dhe nuk kam qenë nga ato që të nxjerr pretekste, jo kështu, jo ashtu. Unë jam personi më i lumtur që Zoti më ka përzgjedhur të jem besimtare. Pra ti e quan një prej mirësive më të mëdha përkatësia jote fetare islame. Sigurisht dhe ky është çelësi i sukseseve të mia që kam arritur deri sot. Domethënë besimi që më ka dhënë Allahu. Po juve Luli, ç'mund ta thoni për veten tuaj në lidhje me afrimin tuaj drejt islamit? Në fakt ne që në familje, domethënë kishim si traditë ose e mbetur nga pas 90-tave, kryesoja agjërimi. Agjërimin ndodhet domethënë çdo vit. Nuk edhe pse familja nuk ishin praktikante të namazit apo diçka tjetër, agjërimin e bënin, e vazhdonin. Po dhe normal edhe besimin. Të dy gjëra. Pastaj unë deri në sa kam mbaruar shkollën e mesme, me këtë kemi ngelur, domethënë deri te agjërimi. Po. Pastaj praktika ka vazhduar më shumë, domethënë që kur ka qenë namazi yt i parë dhe si e kujton atë? Namazi im i parë ka qenë në vit të parë kur kam filluar shkollën. Shkollë të lartë. Normale xhuma. Xhumaja ka qenë namazi i parë. Namazi i parë. Kurse namazi i parë për 5 vakte ka qenë sabahu. Pas keni nisur mbar domethënë nga namazi i parë. Domethënë pas një viti që kam fal xhuman, pothuajse çdo xhuma. Si erdhi gjitha kjo? Në fakt kisha disa shok në shkollë. Edhe me ata jam njohur, ata janë bërë sebeb që unë të jem praktikant. Do thënë ti ke mbi 5-6 vjet që je falës i rregullt i namazit. Më shumë. Diku te 8-9 vjet. Po bëjmë edhe atë llogaritën se sa vjeç je tani. Tani vije 3 vjet, fiksi me 3. Në rregull. Por ju Rozana, si ka qenë afrimi drejt fesë islame? Ju na thatë që jeni rritur me tradita përse i përket agjërimit, por për të bërë një praktikante fesë islame.
Sigurisht çdo gjë ka një sebeb apo një shkak dhe për të mësuar dijen fetare normalisht ka si mund ta them ka investuar apo edhe familja hallës time në Durrës, halla ime Kismetja. Ajo gjithmonë kur vinte, domethënë se është e martuar dhe kur vinte tek neve te prindërit e saj, ajo më ushqente gjithmonë si të bëja dhikër, si të falesha, më mësonte kjo është e gabuar, kjo është e drejtë. Edhe çat herë dhe kurreshtja ime për të mësuar më shumë dhe dëshira ime e zjarrt për të mësuar më shumë për fen, vazhdojnë akoma edhe sot, edhe domethënë që mundohem që ta ushqej veten dita ditës me dije fetare, pavarësisht se nuk kam vazhduar një shkollë specifike për këtë çështje, por inshallah në të ardhmen e shpresoj. Kismet, pse jo? Megjithse sot ka libra të ndryshëm që mund të marrësh dije pafund rreth fesë dhe ndoshta nuk është më e domosdoshme që ti jesh e specializuar në fushën e fesë, kur ti do të specializohesh në një tjetër fushë dhe nëpërmjet asaj do të kesh dhe mundësinë që të përhapësh dhe besimin islam, besoj. Po, sigurisht, edhe me këtë e bëj lidhjen, domethënë. Por inshallah Zoti na e shton dijen akoma dhe më shumë, që të jemi persona të devotshëm në këtë rrugë që kemi nisur dhe normalisht nëpërmjet kësaj shpresojmë kënaqësinë e Allahut. Luli, si është që ti je një djalë besimtar i një familje? Familja jote si e ka pritur afrimin tënd drejt fesë dhe gjithashtu komportimin tënd në punë si një djalë besimtar, sa ndikon? Familja është deri diku praktikant. Një pjesë, domethënë dikush praktiko vetëm xhuman, dikush vetëm agjeron, dikush aq sa kanë mundësi, dikush disa vakte, dikush 5 vakte për shembull. Po thuaj se gjithë si familje jemi kështu praktikant. Edhe nuk është se ke pasur pengesa në këtë fushë. Pengesa, tamam. Pavarësisht se nuk kishe edhe si me pas pengesa se unë isha në moshë domethënë madhore kur u futa. Po, e ke bërë gjithçka me vetdije, domethënë edhe me dëshirën. Dhe nuk është se ku je në moshë më të vogël edhe mund ta imponojnë edhe mund ta ndalojnë. Por në moshën kur janë nisa unë, domethënë nuk është se kisha shumë problem. Por gjithsesi përshtypje ke pasur nga familja, domethënë. Normal që në fillim përshtypje jo të mira, thjesht te koha që mund ta humbsha. Nga që mendojnë njerëzit që fal 5 vakte dhe ata mendonin që ishte humbje kohe, por që ishte fitim. Pavarësisht se i bie edhe për ta llogaritësh kohën më shumë se 25 minuta gjatë gjithë ditës për 5 vaktet nuk është. E çan 25 minuta kur janë fitim kohe, kur të tjerë ndoshta mund ta. Pavarësisht se ata mund të shpenzojnë me minutë, me orë para televizorit ose para ose në kafe ose në ndonjë vend tjetër. Po në punë? Në punë kam pas një fat se në punë aty ku punoj unë, domethënë pronarët e asaj firme si kanë qellu besimtar, edhe nuk është se kam pas ndonjë problem për shembull vjen dita e xumaz dhe vjen orari i faljes. Po e mbyllim punën gjithsesi firmë dhe ikim në xhami. Alhamdulillah, më vjen mirë që kanë filluar filma të tilla. Ju aq më tepër që punoni në një ambient besimtarësh. Po, shpresojmë që të mos ketë pengesa edhe në kompani të tjera. Edhe në kompani të tjera në fillim mbase edhe aty do ju duket sikur e kalon kohën duke u fal, po ta llogarisësh që orari i punës është tetor dhe për tetor ti një vakt do falash. Nuk është pengesë, besoj. E kuptoj. Ndërkohë po ju Rozana ndryshon, ndoshta Luli për shembull nuk e ka atë identifikimin që nga pamja që është praktikant i fesë islame, pasi është një karakteristikë për meshkujt, ndërsa për ty ti ke mbulesën e cila të dallon, domethënë nga vajzat e tjera që nuk janë të mbuluara. Më thuaj pak në shkollë, si komportohesh me shoqet e tua, me pedagoget, të krijon pengesë, shamia apo është plus dhe prioritet? Në fakt do ta quaja plus dhe prioritet mbulesën për mua, pasi duke qenë nga eksperienca që kisha këtë vit në shkollën e lartë, me pedagogët kishim respekt me njëri tjetrin, edhe ato më shikonin në një sy normal si gjithë studentët e tjerë. Edhe me shoqet po ashtu gëzoja respekt, edhe unë tek ato dhe ato tek mua. Domethënë nuk kam pasur ndonjë pengesë nga shamia. Nuk ke ndjer ndonjë diskriminim nga ana e pedagogëve apo ndonjë tërheqje nga ana e shoqeve apo diçka tjetër? Jo, nuk kam vënë re diçka të tillë, përkundrazi kam kaluar shumë mirë
kam pasur një respekt që shoqët e mia ndiheshin mirë me mua dhe unë po ashtu. Pavarësisht unë i respektoja për ato çka ishin, dhe ato normalisht dhe mua më respektonin për zgjedhjen time. Ke edhe vajza të tjera të mbuluara në grup? Në grup jo, por kam parë, domethënë në fakultet. Në fakultet. Po, normalisht. Të qartë. Dhe ishte kënaqësi që pavarësisht se kishte goxha vajza të tilla, siç tha dhe ju, në fakultet ekonomik, edhe në degët e tjera, po. Edhe kjo ishte një kënaqësi e madhe kur ne shikoheshim me njëra tjetrën, duke qenë se ishim pak edhe takoheshim, njiheshim. Domethënë kishte një të reja vetëm se ishim me mbulesa. Plus asaj që kishim në grupin e shkollës së Dega. Gjithë kjo ishte sa për një prezantim. Kthehemi aty ku fillon dhe lidhja juaj. Më thoni pak kur nisi, domethënë dhe si nisi. A Luli? Si nisi. Do të thënë që myslimanët nuk janë vetëm njerëzit e namazit dhe të xhamisë, por ata janë edhe njerëzit e lidhjes bashkëshortore që lidhin familje me qëllime primare apo jo? Normale. Ne njiheshim prej kohës, për arsye se njihni familjen njëri tjetrit? Po, edhe familjen edhe personalisht, pavarësisht se nuk është se kishim në fillim nuk është se kishim qëllime. Për arsye se nga që vinin nga një zonë apo jo, Roza kishte dajat komshi me juve, me mua. Dhe kjo ishte arsyeja sepse njiheshim, do të thënë, kishim mbase mund kishim shkëmbyer në një bisedë kështu. Pra ti Rozën e pe tek dajat e Rozanës apo shtëpisë tënde? Po, vinte vazhdimisht domethënë te dajat. Edhe domethënë njiheshim prej kohës. Por Roza atëherë ishte vajzë e vogël dhe ti nuk besoj se është shitje domethënë sinusën tënde të ardhshme apo jo? Jo, normal asnjëherë pavarësisht se nuk i diet fatit aty ku nuk të beson që pra ti e kërkon larg ndërkohë që e ke shumë afër. Fiks. Bile un kam qenë nuk kam jetuar larg shtëpisë. Në momentin kur ka qenë Roza e vogël. Edhe në lagje nuk është se rrisha shumë për arsye se nga që isha në shkollë, vetëm shkosha në shtëpi vetëm më shumë për të mësuar ose për të lexuar natën. E kuptoj. Dhe për gjatë gjithë kohës në shkollë ose në larg nga shtëpia. Po, kthehemi tek momenti që kush ta futi në mendje, domethënë, ose kush u bë sebeb? Sebeb në një farë mënyrë më shumë jemi bërë vetë. Vetë? Po. Më interesante. Pastaj gjetëm lidhjen kontaktit edhe u takuat. Normal, u takuam prezencën e të tjerëve. Bile takimi pa ka qenë mbase janë 2-3 muaj para se më u feju. Ju një fejuar para 2 vitesh apo jo? Po. Në 2013. Ka qenë 2013 apo 2014? Në 2014, pra 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Pak më shumë, 1 vit e 8 muaj mbasi. Ti Roza si e kujton takimin e parë me Lulin? Duke qenë se deri nga ai moment e deri më sot kam shumë gjëra dhe si thua janë palosur si kujtime ato, duke qenë se ka dash Zoti më ka dhënë shumë risi të tjera edhe nuk kam pasur apo edhe kohën për t'ju kthyer atyre, se në fakt kur i kujtoj ato kujtime janë shumë të bukura dhe shumë nostalgjike për mua. Shumë bukur thatë që janë palosur, por ai është kapaku fillestar, kështu që kapaku dhe pjesa e pasme e kapakut janë ato që shihen. Normalisht, edhe sigurisht që e kujtoj me shumë nostalgji, si se thash edhe një herë pasi. Ju e kujtoni me njëri tjetrin në takim? Po. E kujtojmë shpesh herë, por në rregull. Kalojmë tek familja. Si e priti familja jote kërkesën e Lulit për fejes? Familja ime normalisht që e priti mirë. Familja ishte dakord asaj çka unë doja. Duke qenë që unë shtrova në familje, domethënë në rastin e Lulit. Pavarësisht se familja ime e njihshim, por asnjëherë as atyre nuk e kishte marrë mendja që të bëj një muhabet për ne të dy. Ja pasqyroi babi, domethënë edhe babi në fakt si sa dhe Luli nuk e njihte shumë babin, pasi Luli nuk rrinte shumë në lagjin e tij. Por që dajat i kishin fol apo jo? Në fakt i fola unë, s'kishte nevojë dhe shumë për opinionin e të tjerëve, bëj shaka. Sa shumë e lavdrove Lulin?
Nga një Ai sa e ka mbush mendjen. Në rregull, erdhi dita e fejesës. Ju fejuat. Në fakt juve bët martesë fetare, por bët nikahun që në momentin e parë që bët lidhjen besoj, apo jo Luli? Po. Në momentin kur është si ne është tip zakoni që është kthy fjala, domethënë edhe ose marrin sillin nishanin, kështu quhet. E sill nusja. Jo nusja, po domethënë ana e nusës e kam fjalën. Në farë mënyrë shkon dikush dhe e merr. Na e thuaj pak si tradici ekziston tek ju domethënë se është interesante. Kam dëgjuar por nuk e di se si praktikohet. Si zakonisht praktikohet me shkusi. Domethënë kur jo rasti juaj si ka qenë domethënë rasti jon ishte konfirmuar gjithçka domethënë dhe thjesht si tradit në dërgum dikë. Ti dërgon pra një person tek familja e nusës për të marrë fjalën. Po. Dhe unë në këtë rast dërgova vllajin. Edhe për mos me heq pretendimet pastaj për. Edhe në ato moment domethënë jemi mbledh si familje te xhamia Lagjës, kemi bën nikahun. Edhe fejesa juaj zgjati një vit e gjysmë, a? Një vit e gjysmë. Derisa u celebruat edhe në martesë të hapur. Po. Çfarë kujton nga fejesa Rozana? Nga fejesa dhe martesa përpara dasmës po flasim. Normalisht kam mbetur në mendje gjithçka, çdo kujtim që kam përjetuar me Lulin dhe mund të përmend në këtë moment atë ndjesinë e kënaqësisë kur bëm nikahun në xhami, ku familja e Lulit po na priste atje bashkë me Lulin, pavarësisht se ne u vënuam pak. Edhe unë shkova me familjarët e mi me babin. Ale çka mendu Luli në atë moment? Po bluaja. E merrshën telefon apo jo? Pastaj aty domethënë ulëm në xhami, bëm një dua, Luli kërkoi domethënë hapur asnjë dorën time te babai. Ishte një kënaqësi e vërtet, pasi vërtet për të arritur deri tek momenti i nikahut apo të fejesës, siç mund ta thuash, normalisht që kemi pasur një rrugë pak a shumë të vështirë, se në fakt gjërat e mira vijnë me vështirësi, por elhamdulillah jam e lumtur për këtë që Zoti na ka bashkuar dhe na ka arritur deri në këtë fazë ku jemi dhe inshallah akoma dhe më mirë në hapat e martesës dhe deri në përjetësim. Amin. Luli, ti çfarë mban mend nga martesa, nga kujtimet që keni përjetuar së bashku derisa Roza tashmë erdhi në familjen tuaj? Nga fejesa. Nga fejesa, po. Ka shumë gjëra në fakt, po çam mbaj mend. Ja, unë për shembull të fus pak në temë. Juve përveç se keni qenë fejuar, ju keni shkuar dhe në xhami, jeni falur së bashku. Keni agjëruar së bashku. Normal. Keni bërë vizita së bashku. Po, gjatë gjithë kësaj periudhe kemi fal namaz taravih së bashku, kemi frekuentuar iftare së bashku. Jeni afruar më tepër për të njohur dhe më tepër në kuptimin që ti tashmë e njeh më mirë Rozanën nga ana e karakterit, ajo të njeh më shumë. Pra ja keni mësuar njëri tjetrit pikat e forta dhe pikat e dobta dhe e dini se ku cënohet njëri, ku cënohet tjetri për të mos e mërzitur tani atje. Po, besoj që nuk e kemi mbajtur shënim ata. Ti Rozana e ke bërë diçka të tillë? Po, pavarësisht se unë nxjerr në pa shumë karakterin e Lulit, se duke qenë se është normalisht më i rritur se unë, edhe nga intelektualiteti që kam mbaruar shkollën, edhe unë domethënë që jam në hapat e para, dhe akoma më vjen mirë që ka këtë karakter, se unë fakt e shikoj vetëm nganjëherë të nxituar, edhe elhamdulillah Luli nuk është tip i nxitueshëm. Po, ndoshta nga që është edhe me moshë më të madhe dhe më i pjekur me hallet e jetës. Ashtu është, por në fakt në çiftet shqiptare në një pjesë e mirë, domethënë, nëse bashkëshortja është pak e nxituar, pak kështu, bashkëshorti nuk është se e toleron. Nuk po them në atë fazë nuk jeni atë fazë, po. Po, por Luli është shumë tolerant dhe shumë mirëkuptues dhe e marr shembull për këtë. Kemi telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, tani selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të lutem nën Ballkiza ule zërin e radio sepse interferon në studio. Si jeni? Elhamdulillah, mirë tani. Po mirë. Rozanën e mban mend apo jo? E mbam Rozanën dhe përshëndet shumë Rozanën dhe Lulin. Faleminderit në Ballkiza. Jetë të lumtur e trashëgimi edhe besim në Allahu xhaleshanehu.
Amin. Amin. Zoti u bekoftë dhe u ndihmoftë. Sin këtë dunja në rrëmin e të drejtën. Se o kam si fëmijët e mi. Të falenderoj në Ballkiza dhe neve të përshëndesim. Të përshëndet shumë tani, selamu alek, barakatullahi barakatu, për këtë emision të bukur që na jep. Faleminderit. Zoti të ndihmoftë të bekoftë me gjithë familjen tënde ti, edhe Radion Superstar, edhe gjithë neve që marrim pjesë e dëgjojmë këto gjëra të bukura që na jep ti, na heq mërzitjen. Na heq mërzitjen këtu në krevat si jamu. Të përshëndes, të uroj çdo të mirë. Inshallah, të mira pafshi në këtë dunja, po të mirat më të mirat të kemi natë dunjan e drejtë. Amin. Faleminderit. Allahu ja Rabbi, na spëtoft të katolikat e të këqijat e kësaj dunja që anise janë bërë shumë këtë njerëzit. Po ha njeriu njerin. Nuk ka respekt e dashuri dhe mirësi, edhe nuk ka një, si të them, për njeri tjetërin. Po ja ku e keni që ka dashuria, luli me rozën. Po mirë, tani sa, po nuk them për luli me rozën, nuk? Se luli e roza e di unë, sa ata inshallah, trashëgim e mirësira, jetë lumtur, besim në Allah, ose që janë se i digjova se folë shumë bukur për punë e besimit e të namazit e të foljes e, edhe neve në gjami e bim një gjaunë për martonesim. Kurse jo nësim, e bim një gjaunë në gjami. Ti e mban mend kur e ke bërë nikahun me burrin tënd, me bashkëshortin? Si koti, po neve jeshme dhe kështu që nuk i dalëm burrit. Mirë. Mua më ka fejuar dajua im, se babaja na mam kishtë vdekur, Po? edhe më kanë fejuar, edhe bunë fejesën, edhe bunë martesën, edhe kam dalë nuse me çarçafe dhe me perçe. Po të kesh qenë e bukur besoj. 16 vjeç u martova, shumë e bukura kanë qenë. edhe nuk dalëm neve, vura një 2-3 vjeç që nuk dalë me çarçaf, pastaj kur e mber hoxha, që nuk i la njerëzit që të dilë me çarçaf, kjeri më thot bashorti im Kemali Rahmet Pastër, se ka ikur 50 vjeç, edhe ka 20 vjeç që ka vdekur. Tani më thotë bak, thotë nuk kem çfarë të bëjmë thotë. Nën Ballkiza të falenderoj për telefonatën dhe për gjithçka që na përcolle. Tash të them me dillafe apo ma. Po ç'do thuash? Ja, edhe më thotë që tani do ta heqim çarçafin, thotë se nuk na lën të dalim. A herë u vesh nana jote alla franga, me mund të shkurtra jo. Si është më mirë alla franga pa alla turka? Po neve jeshën më mirë alla turka. Po tani edhe prapa alla turka jam, se nëm të gjata, nuk rriven nëm të shkurtra, rrallë rri këtu në spika njëherë. Edhe përshëndet shumë ti, Radion Superstar, edhe drejtorin tënd, edhe Denisin këtu, edhe këta që kam këtu të gjithë, çunat e Rozanën me gjithë lulin, edhe përshëndet edhe Lavdien që ishtë në Greqi, shim të shpejt e të letë, edhe me Rushen, edhe djetë dhe vajzat e mija gjithë në rati përshëndet Jurgenin, përshëndet Erdin, përshëndet edhe Ermalin, përshëndet edhe gjithë Elofonusit, edhe vratën e pendis pak, selamu alek ve rahmetullahi barakatu. Edhe për Fatiha, edhe për atë shumë të mirë ilahin që edhe. Faleminderit, të përshëndes. Edhe përshëndet edhe atë ka Vlora. Në rregull, ai nga Vlora po merr tani. Alo, përshëndetje. Selamu alejkum, Abedin, si je? Abedin, si je? Shumë si je, I lutemi regjist që të ul pak nivelin e bazës, që të dëgjojmë. Jo, ti je në rregull. Më thuaj Abedin, sot kemi të ftuar Rozanën edhe Luli, nuk e di nëse ke pasur rastin ti takosh. I kam takuar edhe jam shëstuar edhe u përshim një figurë këta që të bëjë të gjithë linja si këta. Cili është uri? Japi Zoti jetë lumturi, begative, qetë basi si ka uzuar Zoti. Amin. Dhe janë këtanë të filtarë, si gjenjen një jetë, i me respektojnë, shtu në poshin të gjithë qilët i Shavar. Mos të fjojnë një ditë e trejtë e lërë një jetë rikëta, qofshin të lumë të jetën, Allah i begatot do sot dëshimën, jo ka gjeshë zjarë gjenemit. Amin, edhe ne bashkohemi me urimet tuaja. Faleminderit shumë për telefonatën. Shumë gjahë, ma poshin të të vjetë kështu i Shavar. Amin, amin. Faleminderit Abedin. Ka gjithë, ka posha gjithë me shki Shavar. Amin. Përshëndetemi me Abedinin dëgjues të nderuar, për t'ju mirëpritur të gjithë juve të tjerëve në 2404501 dhe 068 27 11 201. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe selamu aleikum, e nderuar qani, Nona Vera. Nona Vera, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta, për sot që kam i gjithmen një emisioni veçantë. Prit, akoma s'kemi filluar.
Nëse fillimi është mjalt. Faleminderit shumë. Sot ja kemi kushtuar pjesën e parë dy pollumbave që kanë kurorzuar jetën e tyre në martesë, sidomos me një jetë fetare të denjë. Rozana dhe Luli, ti që besoj i ke takuar. Po, Rozanën po, atë djalin nuk e njoh, po megjithatë, për sa kohë Zoti i ka lidhur të dy bashkë, do jenë të dy me mendja si dy pika i ujë. Atëhere, unë falenderoj Pyqanin rast parë një herë, tamam sepse i përshtatesh kaq shumë aktualitetit sa nuk bëhet më, dhe nuk ka gjë më të bukur se kjo që të marrë shembull një çift të posamartuar të rinj që jo vetëm janë në besimin islam, por me ato mendimin tim, sikur hesin ato tradita tona të vjetra, të cilat ne i kujtojmë me shumë nostalgji. Për vetë faktin, me që ndryshoi dhe koha nuk e ka fahin, po sistemi, ne u mallëngjyem të shikojmë çifte të martohen në këtë lloj mënyre, sepse edhe dasmat kanë sa vine po shuhen. Ata e din vetë, pjesën tjetër nuk dua që ta citoj se si martohen apo si bëhen, por që për këto gjëra unë jam partizane, kam thënë dikur. Jam shumë përkrase për këto lloj martesa tilla dhe jo më larg se sa sot kam ardhur në shtëpi, kam qenë brenda Elbasan në një dasëm të njerëzit e mi dhe kam qarë me lot kur e pash dasmën e kohëve tona. Përfitoj nga rasti të dyve, ju uroj një martesë të lumtur, një jetë të gjatë dhe Zoti begatoft me sa më shumë fëmijë. Dhe i kujtoj diçka, nuk e di se si mund ta i kanë këto traditat, që ne kemi zakon që hedhim shumë oriz të makina, oriz e sheqere, bereqet. Mirë po, do me thënë e orizit është sepse gjyshet tona thoshin sa kokra oriz, aq fëmijë u dhash Zoti. Ja ta pyesim Rozanën, të hodhën oriz? Po. Atëhere zënd kjo, se nuk është se janë tip fallësh, jo, se janë gjëra shumë të bukura që zbukurojnë martesën. Dhe do ta mbyllja për çiftin me që janë të dy fetar, edhe ata mund ta dinë mirë këtë hadith, ku thuhet që unë përpara do thosha lum familjat i djalit për Rozanën që ka futur në gjirin e vet, sepse ajo e din se është familja dhe do ta përmbledhja me hadithin i cili thotë: atë që i shikon prindrit e vet në fytyrë me shikimin dashamirës, Allahu do t'i jap shpërblim, sikur ai të ketë bërë haxh me brur dhe të pranuar nga ana e Allahut. Dhe unë këtë e kam me besim 100% se ky çift që do jetë i përpik për të bërë fjadit. Allahu ta shpërblet, një urim i këndshëm. Faleminderit. Faleminderit në Navera. Edhe jetë trashëgime dhe pse jo tani na vjen ralla kur të na thoni që jeni bërë me bebe. Do t'ju tregoj me dhatere. Patjetër që po. Do ta ndjekim hap pas hapi çiftin. Që tani të uroj. Faleminderit. Se unë nuk do jem në atë kohë, po në martesën e fëmijëve tuaj, dash të Zoti një martesë të tillë si kjo sot. Amin, mos thoni kur jo, nuk i dihet. Jo. E kam mbaruar unë sapin tim duke thënë selam aleikum dhe duke i përshëndet të gjithë telefonues e dëgjues. U mirë dëgjofshim herë tjetër. Faleminderit të përshëndes. Shumë faleminderit. Do të vijojmë bisedën me ty Rozana. Në fakt shumë kush priste në dasmën tënde që të shihte një nuse si nuset e sotme, dhe ndoshta dikush është befasuar kur ka parë një nuse edhe pse me vellë me fustan, me hijab. Si është të nusorosh me hijab dhe pa shkuar në parukeri për t'rregulluar flokët? Vërtet për mua ka qenë një kënaqësi, nuk është se më ka ngelur diçka peng. Mund të them që unë mund ta kem shijuar martesën time mbase edhe më bukur dhe më këndshëm se shoqet e tjera. Pasi për këtë falenderoj familjen që më mësua, domethënë diçka të tillë, më bën fest me shoqërinë, më bën një dasëm. Për familjarët? Po, për të afërmit, normalisht edhe dasmat tek Luli. E kuptoj. Kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, telefonata shkëputur, gjithsesi e bëjmë me dije që të telefonoj sërish në 2404501 dhe 068 27 11 201. Dasma juaj Luli si ishte? Dasma. Tani nuk është se kishte ndonjë ndryshim nga dasmat e tjera që organizojmë në familje ose në fis. Do më falësh sot të mirëpresim një tjetër telefonat dhe do të vijojmë bisedën. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini. Urime për emisionin do të qeni dhe
i uroj edhe për temën e ditës që keni organizuar. Me kë flasim? Unë faktikisht jam një shoqe e Rozanës. Pra thuaje. Suela. Si e ke emrin? Suela. Suela, faleminderit shumë. Surprizë e këndshme për mua të dëgjoj këtu në radio. Të përshëndes nga këtu. Faleminderit. Gjithashtu dhe unë i uroj çiftit të jetë lumtur dhe qofshin gjithmonë bashk deri në përjetësim. Amin. Amin. Të falenderojmë dhe në kokën tënde. Është e fejuar. Është e fejuar. Në rregull. Faleminderit Suela. Asgjë. Mirupafshim. Falenderojmë shoqen e Rozanës për këtë surprizë të këndshme, nuk e prisja. Jo, as pak. Kemi një tjetër telefonat, të shikojmë se çdo të na thot telefonata. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Me kë flasim? Unë jam motra e Lulit. Motra e Lulit. Emri? Dhe kunata Rozanës. Si quheni? Unë jam Gjuli. Gjuli, mirë se vjen. Më thuaj pak për shtypjet e tua ndërkohë që dëgjon çiftin e ri Rozanën dhe vllajën tën Lulin. Më bëj qefi shumë që ato dy janë bashkë dhe ju uroj një jetë sa më të lumtur. Faleminderit. Dhe ne të falenderojmë dhe më vjen mirë që kunata e Rozanës me shumë dashamirësi bëhet pjesë e programit për t'ju përshëndetur. Edhe kjo ishte. Edhe unë ju falenderoj shumë. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Aleikum selam, aleikum selam. Ja, ju bëre borxhlie kunata tash. Faleminderit Gjil, të përshëndes. Mirë, mund ta flasësh diçka për dasmën tënde Luli? Po, siç po thosha, si gjithë dasmat që organizojmë në FIS, me përjashtim të disa gjërave, duke përfshirë alkooli nuk ka qenë i pranishëm. Pra ka qenë një dasëm pa alkool. Edhe dasma e Rozanës po ashtu. Po, në fakt e bëm si bisedë bashkë, domethënë dhe vendosëm që të dy të organizojmë pa alkool. Si e priti familja jote të afërmit e tu që do të ishte nuse me hijab? Familja e priti mirë, me përjashtim të pastaj fisi, domethënë nuk është se e priti mirë në fillim, por pastaj edhe ata ndokë që unë mendoj që i shkonte nusëria edhe me hijab, domethënë në disa gjëra. Nuk e humbi bukurinë e nusës. Besoj që jo. Alhamdulillah. Si po ju shkojnë këto ditët e para të martesës? Rozana ka ndryshuar regjim, nuk është në një vajzë shtëpie, por është një nuse e re tani. Po normal ashtu është, por në fakt apo kishe bërë praktikën dhe më përpara? Jo. Nuk kishe shkuar. Shumë pak më them për këtë, normalisht që është pak e vështirë të ndryshosh ambient, të lësh familjen, gjirin familjar, por edhe këtu elhamdulillah kam gjetur vërtet një familje të dytë. Vërtet e gjej veten si në shtëpinë time që kam dhënë pas. Dhe për këtë e falenderoj Allahun që më ka bashkuar me një familje të tillë. Edhe me që jam në radio, shfrytëzoj rastin të përshëndes babain e Lulit domethënë, edhe nënën e Lulit, i përshëndes nga këtu. Besoj se sot juve ju ndjekin shumë persona, jo një person, pasi e kanë marrë vesh që do të jeni të pranishëm në radio. Por një pyetje kisha tjetër për ty Luli. Rozana është ende studente dhe do të vazhdoj besoj edhe shkollën. Po. Kur do t'i bësh punët e shtëpisë, Rozana? Luli, si do ta zgjidhni domethënë këtë çështje? Domethënë si keni menduar që Rozana të mos ndërpres studimet e saj? Po besoj herë nuk është punë që më takon mua, takon Rozës. Që do e gjejmë zgjidhjen besoj. Do e gjejmë. Ti Rozana si e pret vitin e ri shkollor? Normalisht unë kam menduar kështu se vërtet tani jemi në hapat e para të martesës edhe jemi pak më të lirë, por normalisht që edhe kjo anë duhet shikohet, duhet bëhet një farë programimi. Edhe unë kam menduar kështu që të falim namazin e sabahut së bashku. Luli nëse do ketë pak kohë çlodhet prapë kurse unë vazhdoj të përgatitet e mia për shkollë, po ashtu dhe ndihmoj edhe Lulin në përgatitjet për punë. Normalisht edhe që shërbej familjarëve të Lulit me mëngjes, diçka të lehtë, pastaj më duhet të ikë në shkollë. Sa kohë të hanë shkolla? Në fakt vitin e parë kam pasur një orar jo të rregullt, pasi shkoja në mëngjes dhe vija në 4, në 5. E kuptoj. Dhe ishte pak e lodhur, pasi unë jam në pas Uçanit dhe më duhet të vi te qytet studenti, është goxha rrugë. E kuptoj.
Por besoj që ndoshta do të kesh edhe më shumë mungesa këtë vit, gjë e cila nuk do ta prishi atë bukurinë. Gjithsesi vazhdojmë me një tjetër telefonat që bëhet pjesë e programit. Alo? Alo, çani si kalova? Mirë, si jeni ju? Përballë Hotel Dono. Kemi të ftuarit. Kemi të ftuarit atje. Në rregull, më prisni për disa minuta, do të vim t'ju marrim. Ndërkohë do të lexojmë disa prej mesazheve që na kanë mbërritur për sa i përket juve. Lexojmë një mesazh i cili thotë: Selam aleikum i nderuar vllaqani, urime për emisionin, uroj çiftin jetë të lumtur dhe Zoti i bekoft. Selam nga Sulejmani. Sulejmani ju sjell urimet e tij. Faleminderit. Kalojmë tek një tjetër mesazh i cili thotë: Selam aleikum të nderuar qani, Roza dhe Luli. Allahu të shpërblet qani që sollet çiftin e ri në studio. Uroj Rozën dhe Lulin jetë të lumtur dhe pasardhës të hajrit, u plakshin bashk. Paria e dërgon mesazhin. Amin, faleminderit të Faria, të përshëndet. Vjen një mesazh tjetër nga Italia dhe thotë: Selam aleikum vëllai nderuar, Allahu i madhërisëm thon në Kur'an, plotësojini haxhin dhe umrën, pra është për sa i përket temës së dytë, nuk do ta lexojmë tani, do ta lexojmë më vonë kur të kemi të dy të ftuarit e tjerë për haxhin. Atëre, një përshëndetje. Për të gjithë ata që të ndjek në këtë moment, janë familjarë të tu apo shoqe, të gjithë ata që na dëgjojnë. Normalisht unë ju përshëndes të gjithë, vërtet unë kalova këtu disa momente të paharruara, mund të them, dhe shumë të bukura. Zoti ju shpërblet dhe juve për ftesën. Unë përshëndes të gjithë dëgjuesit, familjen time, familjen e dytë të Lulit. Ty familjen e parë. Pastaj tjetrën, se tjetra nuk edhe po se përshëndete, si vjen shumë hatri. Përshëndes të dyja familjet, të cilat për mua janë në një, nuk mund të ndaj. I përshëndes të gjithëve, juve që na keni dëgjuar. Allah ju shpërblet me të mira për kohën. Përshëndetem. Po, Luli? Edhe unë i përshëndes gjithë dëgjuesit, përshëndes ty qani që për ftesën që na bëre. Përshëndes edhe drejtuesit e radios. Elhamdo. Unë doja të shtoja këtu në fund, pasi për të ardhur këtë programi ka qenë pak e vështirë, nga që Luli po nguronte pak, edhe unë përfitoj nga rasti ta përshëndes Lulin që mori parasysh ftesën tuaj, por njëkohësisht edhe dëshirën time të zjarrt për të ardhur këtu në program. Zoti të shpërblet. Në fakt Luli thoshte si do kaloj një orë. Po ja, shikon ora vajti 6 dhe ne kemi të ndoshta edhe shumë gjëra pa prekur, por gjithsesi për mua ka qenë kënaqësi e madhe që ju pata në studio. Më lejoni t'ju bëj urimet e rastit edhe pse i bëra edhe në banket. Faleminderit Rozana për ftesën, u kënaqe shumë në dasmën tënde. Allahu ju sjell begati në jetën tuaj, ju bashkoft gjithmonë për mirësi dhe paqe gjithmonë pasardhës të hajrit. Ju e zbukuruat programin ton të sotëm dhe besoj dhe dëgjuesit janë shumë të kënaqur që ju patët të ftuar në studio. Paqe gjithmonë, mirësi, dhe i bëra një kërkesë edhe Rozanës atje, se mos e ndalon Rozanën të dëgjoj programin. Jo, nuk do jetë në... Apo do dëgjoni tash bashk. Besoj që po. Inshallah. Ju falenderoj. Por surpriza ime nuk ka mbaruar, sepse do t'ju përshëndes me një ilahi të Adem Ramadanit, i cili thotë: Paqit dashurin ndër veti si Hatixha dhe Muhamedi, u bofshi moj bie imja si Aliu dhe Fatimia. Po, u gëzu zemra e nënës, mban titullin ilahia. Ju përshëndes. Shumë faleminderit. Sot është ditë ditë bardhe javës, ju gëzu zemra nënës, ju gëzu zemra babës. Sot është ditë bardhe javës, ju gëzu zemra nënës, ju gëzu zemra babës. Hajde, 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 bayraktar, krushit bani gati. Hajde, hajde, bayraktar, krushit bani gati. Nis në bura sa ma par, se ka ardhur vakti. Nis në bura sa ma par, se ka ardhur vakti. Qysh e zbukuron për ver, hajde dush kumonin. Qysh e zbukuron për ver, hajde dush kumonin. Qashtu gëzohen zemra nënës që për marton djanin.
Qashtu kizohet zemra nanës që për mërton djali. Elhamdulillah, thot nana tu i kja, ma mund sove zot, ti ke dit me pa. Zimmat ma nuk dit, për muja Rabbi, bekoje për mot, zot qiftin e rin. Hajde, 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 hajde. Kush ishe krushit thujar, kur t'vim për sokaki. Kush ishe krushit thujar, kur t'vim për sokaki. Mu e myshden me madhan, se myti maraki. Mu e myshden me madhan, se myti maraki. Qysh e zbukuron panven, hajde dushku malin. Qysh e zbukuron panven, hajde dushku malin. Qashtu kizohet zemra nanës që për marton djalin. Qashtu kizohet zemra nanës që për marton djalin. Elhamdulillah, thot nana tu i kja, ma mund sove zot, ti ke dit me pa. Zimmat ma nuk dit, për muja Rabbi, bekoje për mot, zot qiftin e rin. Pa qita shurin në veti, si Hatidje Muhammedin. Pa qita shurin në veti, si Hatidje Muhammedin. U bomshit moj bjejim jam, si Aliu e Fatim jam. U bomshit moj bjejim